dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi në emisionin e radhës, ku së bashku do të trajtojmë një temë shumë e veçantë, që është një prej temave të cilën apo veprimeve të cilën e do Zoti dhe pejgamberi alayhis salam. Natyrisht qëllimi dhe synimi jonë është që të bëjmë vepra të mira sa më shumë, vepra të cilat i don Zoti dhe i bëjmë për hir të Zotit të Madhreshëm. Duke pasur parasysh se jemi në muajin e Ramazanit, natyrisht agjërimi konsiderohet për vepra më të bukura që i bën njeriu gjatë këtyre ditëve. Mirë po agjërimi nuk është i ndan nga veprat e mira. Prandaj agjërimi ka një lidhshmëri shumë të fortë me veprat e mira. Dhe sigurisht se ne do të mundohemi të përmendim disa vepra të mira, të cilat kanë lidhshmëri me agjërimin dhe të cilat e bojnë agjërimin me shpirt. Dhe bojnë agjërimin i cili do të ndërmjetësoj për neve ditën kur të dalëm para Zotit të Madhreshëm. Allahu i Madhreshëm në 10 ajete citate kuranore na ka porositur që të bëjmë vepra të mira. Vetëm në kusht që me shpëtu. Dhe sigurisht secili prej neve kërkojmë shpëtimin e Zotit të Madhreshëm. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Thot Zoti, bëni mirë nëse doni me shpëtu në ditën kur do delni para Zotit të Madhreshëm. Prandaj edhe qëllimi i kësaj trajtese është që ne të përmendim disa vepra të mira ku do të jenë motivuese për neve, që mu angazhu sa më shumë gjatë këtyre ditëve që kanë mbet Ramazanit në mënyrë që me fitu shpërblimin e Zotit të Madhreshëm. Çdo ditë Ramazanit, ashtu siç është transmetuar në hadithet e pejgamberit alayhis salam, thret një thers dhe thot: "O ti që ke vendos me bë mirë, bë mirë. Shpejto me bë mirë. Kurse ti që ke vendos me bë keq, stopo, nalo, mos bë keq. Për arsye se nuk shkon në Ramazan me bë keq." Kështu po na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur nalëm pak të jeta e pejgamberit alayhis salam, shohim se pejgamberi alayhis salam ka bërë shumë vepra të mira. Dhe një prej veprave të mira me cilën ne do ta fillojmë këtë trajtesë është sadakoja apo lëmosha. Sadakoja apo lëmosha është një prej të mira që njeriu mund e bën gjatë Ramazanit dhe jashtë Ramazanit. Por në Ramazan ka vlerë shumë të madhe. Pejgamberi është përshkruar sikur era që sjell shiu në Ramazan. Pra ka qenë pejgamberi alayhis salam sikur ajo era që sjell shiun, për shkak që kështu e kanë përshkruar, ka qenë shumë bujar. Gjithçka që ka poseduar pejgamberi sa ka dhënë për hir të Zotit të Madhreshëm. Se ka ditë pejgamberi, ka qenë i bindur se Zoti i Madhreshëm ja kompenzon. Kur jemi te sadakoja, mos harrojmë se sadakoja apo lëmosha e shun hidhrimin e Zotit. Sadakoja apo lëmosha përmes së cilës robi arrin kënaqësinë e Zotit të Madhreshëm. Pejgamberi sa ka thonë, agjërimi është mburoj, ndërsa sadakoja lëmosha e shun hidhrimin e Zotit të Madhreshëm. E shun të keqen në transmetim tjetër. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Përveç sadakas e që Ramazani veçohet me sadak të rëndëm, po është edhe sadak e cila është e Ramazanit, e veçantë sadakatul fitri. Ka lloje të ndryshme të sadaka, pra çdo vepër të mirë, çdo të holl, çdo pjesë të pasurisë. Pejgamberi sa ka thonë, qoftë edhe me gjys hurme. Jep sadak lëmosh. Mbroje veten nga zjarri në xhehenem, qoftë edhe me gjys kokë hurme. Kështu po na thot pejgamberi alayhis salam. Dhe Allahu xhaleshani kur i përshkruan bujarët në Kur'an thot, ata të cilët shpenzojnë natën edhe ditën, fshetë dhe haftas. Pra, me një fjalë, kjo është një prej veprave të bukura dhe të mira që na duhet me ngjall në gjinimin tonë përmes sadakas. Një vepër tjetër e mirë është edhe buzëqeshja. Pejgamberi alayhis salam buzëqeshjen e ka quajtur sadaka. Pra, sadaka një veçantë. Kur ti buzëqesh vllau tan, motrës tone, muslimanëve në përgjithësi, ti spaku, nëse nuk ju ndihmon në këtë veprim diçka, ju tregon atyre, ndjenja atyre ju flet përmes kësaj ndjenje që ti nuk ju urren. Subhanallah. Dhe atëherë tek ata njerëz ju lën një përshtypje, dhe kjo përshtypje e tyre ka mundësi konkretizohet që ata luten për ty. Dhe çka do të thonë kur lutesh për një vëlla tan, padyshim se lutja pranohet. Një vepër tjetër e mirë, përveç sadakas dhe buzëqeshjes, është sjellja e mirë me fqiun. Subhanallah. Neve na rrënejmi si qenje, jemi si qenje sociale. Kemi nevojë për tjerë, kemi nevojë për kujshin tonë, për fqenjet tonë kemi nevojë. Prandaj edhe kemi drejt ndaj tyne,
kemi obligime ndaj tyre. Sidomos muajin e Ramazanit është mirë që këto raporte me ta mi forcu. Allahu në Kur'an ka thonë sillu mirë edhe ndaj fëmijëve të afërt, po edhe ndaj fëmijëve të largët. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thonë më i miri fëmijë tek Zoti është ai fëmijë i cili apo kushi i cili është më i mirë me fëmijën e tij. Subhanallah. Ebu Dharrit pejgamberi alayhis salam i ka thonë kur ta përgatitësh gjellën, shtoj ujë më shumë, bën çorp më shumë, dhe ka thonë del shetit tek fëmijët tu në lagje, dhe nëse ka dikush nevojë ofroj. Shënë, përveç që i forcon lidhjet me fëmijën, raportet me ta, atëherë edhe është vepra tjetër e mirë, direkt është sadaka. Allahu e shon hidhrimin e Zotit Madhreshëm. Prandaj çdo ditë ashtu pasi që po përmend këto është e udhët me përmend pejgamberi ka thonë ka dy melaçe, njëra lutet thot o Zot, japi atij që jap. Tjetra thot o Zot, mos jap atij që nuk jap. Subhanallahu, kur ti jap, melaçet luten që ty Allahu xhaleshon me ta kompenzo. Një prej veprave të mira që ne shpesh herë e lëm anash është edhe forcimi i lidhjeve farefisnore. Zoti në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam na kanë porositur të forcojmë lidhjet farefisnore. Forcimi i lidhjeve farefisnore dhe përmirësimi apo pajtimi me njëri tjetrin është për vepra shumë të mira në veçantë që kanë vlerë të veçantë muajin e Ramazanit, se zemrat zbuten. Dhe prandaj është më lehtë mi pajtu njerëzit. Është më lehtë edhe mi forcu lidhjet farefisnore. Për shkak se forcimi i lidhjeve farefisnore është porosia e Zotit edhe pejgamberit alayhis salam. Dhe në prej shajeve të vogla të Kiametit është edhe kputja lidhje farefisnore. Prandaj na duhet të kontribu që mi forcu lidhjet farefisnore. Si forcohen lidhjet farefisnore në Ramazan? Natyrisht iftari, sofra e iftarit është ajo sofra e cila mund liresh me thon sofra e forcimit të raporteve farefisnore. Antarët e familjes, rrethi më i gjon, ulën rreth kësaj sofre dhe bashkëbisedojnë me njëri tjetrin, luten me njëri tjetrin, ja kujtojnë njëri tjetrin botën tjetër, flasin për agjërimin, për ditën që ata ja kalojnë dhe në këtë formë bëhet forcimi i lidhjeve farefisnore. Edhe nëse dikush në kohë gjatë që nuk ka ardhur, nuk të ka vizituar ose nëse edhe ti je prej atyre, shko, vizitoj, qoftë edhe në iftar bën së bashku në mënyrë që mi forcu ato lidhjet farefisnore. Zoti në Kur'an ka porositur edhe mi forcu raportet me njëri tjetrin. Pra mi forcu raportet me njëri tjetrin. Pra që quhet islahu dhatil bain, forcimi apo përmirësimi i raporteve me njëri tjetrin. Shpesh herë gjon musliman agjerues nuk flasin me njëri tjetrin. Kjo është një fatkeqësi, edhe jashtë Ramazanit, por fatkeqësia më e madhe është muajin e shejt Ramazanit se ka mundësi vepra tona të mira. Qoftë edhe agjerimi nuk ngritet lart tek Zoti, nuk pranohet nëse ne akoma i kemi raportet e qarta me njëri tjetrin, i kemi raportet e preshta me njëri tjetrin. Përveç kësaj, natyrisht se ka edhe shumë vepra të mira që ne mundemi bëjmë gjatë këtij muaji, është edhe një kategoria e skamnorëve, ata që nuk kanë të varfërit. Ku na në raport me ta mundu me bon pak, po që me fitu shumë. E gjon një familje, cila është e varfër, ka nevojë për gjona ushqimore, ka nevojë për ndonjë ndihmë simbolike, edhe bën për hir të Zotit të Madhreshëm, sa shkosh me ditë tjerë, organizohet, shkon në dyqan, e blen, e përgatit një pak ushqimore dhe shkon ja udhëron për hir të Zotit të Madhreshëm. Nuk ka nevojë as me bërë reklama apo hiç. Këtë formë e fiton shpërblimin e Zotit të Madhreshëm dhe e ngjall ngjinimin ta. Dhe një vepër tjetër e mirë, në cilën do ta kisha rrumbullaksu këtu pak vepra të mira, po që kanë lidhje shumë ngushtë me agjërimin, është edhe përkujdesja ndaj një kategorie njerëzve të cilët Zoti ka përmend shumë Kur'an, janë jetimat. Fa amma al-yatima fala taqhar, yetimin mos e përboz, mos e nënçmo, po thot Zoti i Madhreshëm. Nësa vendën në Kur'an Allahu xhaleshon nxit mi ushqy dhe mu përkujdes, se jetimi përveç ushqimit që ka nevojë, edhe përveç shpeshher ka nevojë në aspektin e ato, sidomos kategoria që janë varfër për tyre, ka nevojë për përkujdesje. Se i mungon ajo ngrohtësia prindore. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti mi dha këtë përkujdesje, këtë edukat, mu mundu mu përkujdes për ta. Pejgamberi alayhis salam aq shumë e ka vlerësu kujdesën ndaj jetimëve, saqë në një rast në mënyrë simbolike kështu ka thonë. Ka thonë unë dhe jetimi, ka thonë pejgamberi alayhis salam, do të jem si këta dy në xhenet. Pra ka si këta dy gishti i tregues edhe gishti i madh, domethënë. Pejgamberi gishti i mesit. Pejgamberi thotë unë do të jem kaq afër në xhenet. Pra apo don me fitu xhenetin e Allahu xhaleshanuhu, apo don me qenë prej atyre që e fiton shpërblimin e Zotit të Madhreshëm,
atëherë përkujdesëm ndaj jetimave, në forma të ndryshme dhe ai që përkujdeset për jetimin do të jetë me pejgamberin alayhis salam në xhenet. Akoma mirë se me kon xhenet me Muhammedin alayhis salam. Kur Muhammedi alayhis salam është shkallën më të lartë të xhenetit, natyrisht nuk ka më mirë. Dhe një prej synimeve tona në këtë botë është përveç që adhurim Zotin është me fituar edhe kënaqësinë e Zotit të Madhreshëm. Pra, për fund të nderuar, teleshikues, mos harrojmë se agjërimi jon është i lidhur ngushtë me vepra të mira. Sa më shumë që bëjmë vepra të mira, dije që agjërimi është duke u pranuar tek Zoti i Madhreshëm. Sa më pak që minimizohen veprat e mira, atëherë dije që tu ka zbej agjërimi. I ka hub sevapi dhe shpërblimi. Nëse dojmë që ngjinimi jonë me konë ndërmjetësues për neve ditën e gjykimit, ta shoqërojmë ngjinimin me shumë vepra të mira, në mesin e tyre kanë edhe këto që i përmendëm, kudo që jeni. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.